Pas fitores ndaj Serbisë në mbrëmjen e së shtunës, Shqipëria rikthehet sot në fushë ku do të përballet me Jordaninë miqësore. Kuqezinjtë është më të motivuar pas fitores ndaj serbëve, do të synojnë që të marrin një tjetër fitore e cila do të shërbente më shumë për të kënaqur tifozët që kanë zgjedhur që ta ndjekin nga shkallët e stadiumit. Sa i përket sfidës me shumë gjasa, trajneri Silvinho do t'i jap mundësi lojtarëve që ndaj Serbisë nuk patën shumë minuta në dispozicion. Takimi ndaj Jordanisë do të luhet sot në orën 19:00, teksa biletat për këtë sfidë mund të blihen online, por edhe në dyqanin fizik pranë stadiumit Air Albania. Për dy skuadrat, kjo është hera e dytë në histori që përballen mes tyre, teksa vetëm një herë më parë janë ndeshur në një miqësore në Elbasan Arena, e mbyllur në barazim 0-0, teksa aso kohë trajneri kuqezinjve ishte Cristian Panucci. Kundërshtari. Jordania ndodhet në Tiranë prej 2 ditësh, teksa federata i ka mundsuar që të stërvitet në kryeqytet për të pritur ndeshjen ndaj kuqezinjve. Skuadra e Jordanisë është zyrtarisht e kualifikuar për në botrorin e ardhshëm dhe për kuqezinjtë është një test i rëndësishëm për të parë të rinjt, aq më tepër në një moment kur atmosfera në skuadër është shumë pozitive. Grupi. Skuadra ka qenë e plotë në drejtimin e Silvinjos, megjithatë shumë prej heronjve që ishin në Leskovcë ndaj Serbisë mund të lihen pushim ose të aktivizohen në pjesën e dytë. Ditën e djeshme kuqezinjtë kanë mbyllur përgatitjet për këtë sfidë duke zhvilluar seancën e fundit stërvitore në stadiumin Air Albania, aty ku do të luhet ndeshja sotme, duke nisur nga ora 19:00. Moti dhe transmetimi. Kjo sfidë pritet të luhet në kushte optimale për futbollistët, pasi moti do të jetë i kthjellët dhe temperaturat mund të variojnë nga 15 deri në 16 gradë Celsius. Tifozët që nuk do të kenë mundësi që ta ndjekin sfidën në stadium mund ta shohin nëpërmjet televizorit, pasi do të transmetohet në Klan TV dhe Supersport. Tifozët. Fitoria ndaj Serbisë ka kthyer entuziazmin te tifozëria shqiptare, ndërkohë që ndaj Jordanisë nuk raportohet për një kërkesë shumë të madhe për ta ndjekur në stadium. Dy skuadrat janë përballur mes tyre në vitin 2018 në Elbasan Arena, aty ku sfida u mbyll në barazim 0-0 në miqësore dhe trajneri ishte Panucci. Megjithatë, ashtu si ndaj Letonisë, mund të ketë një shitje më të madhe të biletave pak orë para ndeshjes për shkak të gëzimit pas fitores në Leskovcë. Bastet. Shqipëria është më e favorizuar në këtë sfidë, teksa fitoria e kuqezinjve kuotohet me 1.6, ndërkohë që Jordania duket se nuk ka shumë shanse pasi edhe koeficientin e ka 5.5. Një barazim i mundshëm mes dy skuadrave është kuotuar me 3.5, rezultat ky i arritur në miqësoren e vetme të zhvilluar mes dy skuadrave.